Allahu Akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Thot Imam Tahawi rahmetullahi alayhi, duke folur për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pasi që foli për tauhid, për njohurinë e të madhe të Allah me 3 llojet e tij dhe në vazhdim foli për pejgamberin alayhi salatu wassalam, ajo që ka ocek më herët dhe në vazhdim thot wa habibu rabbil alamin. Dhe pejgamberi alayhi salam është habib i dashur i Zotit të gjithësisë. Është i dashur i Allahut. Për cilësive të madhe të Allah është edhe me dasht. Për cilësive të madhe të Allah është edhe me urrejt. Allahu i dën besimtarët. Allahu i dën njerëz të mirë. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ja ka përshkru vetës, ka përshkru vetën e tij te bareke o taala, se ai don njerëz të mirë. E ka përshkruar dashurinë që ka ndaj njerëzve të mirë. Fa inna Allaha yuhibbul muttaqin, Allahu i don të devotshmit. Allahu don robën që është takwa të devotshëm. Inna Allaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allahu i dën ata që pendohen, edhe i dën ata të cilët pastrohen, dhe ajete të tjera të cilat flasin se Allahu i madhëruar i dën robët e tij. E prej tyne edhe haditheve të pejgamberit shumëta sallallahu alaihi wasallam që ja përshkruajnë të madhët Allah këtë cilësi se Zoti dën. Po edhe Zoti urrejn. Prej tyne, hadithin njohur i pejgamberit alayhi salatu wassalam në hadith kutsi, që ka thonë Allahu azza wa jall se nuk ka me diçka që më ofrohet robit e on më shumë se sa me atë që ja kum bo farze. E pastaj vazhdon robit punoj nafile, të fal namazin nafile, hatta uhibbe derisa ta duate. Derisa ta duate. Pra Allahu e dën robin e tij. I dën muslimanët. Dhe dën cilësi të mira të muslimanëve. Pastaj kjo dashuri e madhe të Allah ndaj robëve të tina nuk është ndaj gjithëve të njëjtë. Është në mënyrë proporcionale si mbas veprave të robit të Zotit. Dhe vetë hadithi cekur më lart tregon se Allahu nuk i dën të njëjtë. Sepse në vazhdim këtij hadithit dhe kur ta dua robin tem, jem dora e tina, që prek me të, syni i tij që sheh me të, veshi i tij që nin me të, kama e tij që hec me të, dhe nëse li prej meje diçka tash për interesat robit, kom me dhane, nëse bjen istikfar, kom ja pranua, dhe nëse ka kanë me rujt për i diçkafet, kom me rujte, kështu me radhë, shkallë lartë, por ai që se ka atohen, atë shkallë, nuk do të thëtë që se ka shkallën tjetër, të dashurisë e përgjithshme, të madhe të Allah ndaj muslimanëve. Zatën, mos me dashtë Allahu muslimanin, nuk e kishë dhëzu la ilaha illallah. Por veç për dere sa dan, për dere sa ka dhëzu,
dhe me thonë dënë. Për atë arsye ka në hadith tjetër atit pejgamberit alayhi salatu wassalam, Allahu jep dynjan atij që dën dhe atij që nuk e dën. Inna Allah yu'ti dunya liman ahab wa liman la yuhib. Atij që dën dhe atij që nuk e dën. Pra muslimanit dhe jo musliman. Por kur fjala te ahireti nuk ja vetëm atina që e dën. Ahiretin s'ka mundësi mja dhonë, sa ja ka bo vete haram mja dhonë, për pas atina që thot la ilahe illallah Muhammed Rasulullah, që është musliman, sa të dëhet Allahu, ligje ka boj vetë, me udhëzu një herë, me bo musliman, faktikisht kjo është para pregaditje dhe shkushti parë për me shkuaj në gjenet. Pra për deri sa Zote ka bo musliman, robin e vete e ka dasht. E të pastaj e robitina, angritet shkallën e këti që të cek ma heret, ku Allahu azza wa jall me dasht shumë, apo futet në katë dhe në harame dhe herë fiton pjesërisht edhe hidhrim për të madhit Allah, sa mund tjetë musliman për zullum qarë. Tash ai ka përzi mes dashurisë dhe mes urrejtjes. E dën Allahu si musliman edhe urrejn se njeri haram apo njeri me kata. Zatë kështu me qenë edhe na muslimant, ndaj muslimanëve, ndaj Rabbit Zotit. I dojna muslimant krejt në përgjithësi për islamin e tyre dhe për zemrën e tyre që nuk ka kufër dhe shirk. Por të njëjtën anë e urrejmë atë musliman si mbas cilësive të tij. Po nuk e urrejmë shablon krejt kallop, por ja urrejmë veprat e tina që i ka të këqija. Thash, edhe neve në raporte me të na kam përzije, kemi mes urrejtjes dhe mes dashurisë. E dojmë si musliman, për e urrejmë se është mendje madh, e urrejmë se është i vrasht, e urrejmë se është zullumçar, ose ku di unë të njësit, se dhe që tjetë. Kështë e para hyrja asajna, se nuk kem temen e me folë për cilësinë të madhe të Allah, e që është dashuria dhe urrejtja, por vetëm dështëm me vërtetua atë se Allahu të dënë, e kem për dashurin që ka ndaj pejgamberit, alayhi salatu wassalam. Nëse Allahu i dënë robët e tij të devotshëm, të cilët falin namaz, qohen natën falin, robët që mundohen më rujt për mëkateve, arrin shkallën të takvallokut devotshmërisë, edhe është pjesërisht shkalla të takvallokut, nuk është e njëjtë. Atëherë si do të jetë dashuria ndaj Allahut, dashuria e Allahut ndaj robit i tij Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka dyshim, zëtën është pej parimeve tona të islamit, se Allah i madhruar ton pejgamber të donë shumë, por mas shumë të donë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Devotshëm i Allahut, është më i afërm i Allahut, është më i sinqert i Allahut. Zotën Allahu ka zgjedh pejgamberin alayhi salatu wassalam. E përderisa e ka zgjedh edhe nga cilësit e ka privilegjuar ndaj të gjithë njerëzve, edhe e dën më shumë se sa të gjithë njerëzve të tjerë. Dashuria e të madhit të Allah është shkallë, po edhe njerëzve është shkallë, që të se ku më herët. Ne dojmë pejgamberin, e dojmë Abu Bekrin, e dojmë Omerin, e dojmë Abu Hanifen, Imam Shafiun, Ahmedin, Imam Tahavin, i dojmë gjallarë tonë, i dojmë gjematin tonë, i dojmë këtë musliman, po nuk ka një dashuria jonë se kur ndaj tonë muslimanve, se kur ndaj ulemave, se ndaj Abu Bekrit, pas të nuk ka dashuria e Bekrit të mirës ndaj pejgamberit. Edhe ne si njerëz nuk i kemë tonë njëjtë. Kjo është edhe në aspektin gjëfësor, dashuria dallon shprehjet e dashurisë, njëra për tjetrës dashura. Për atë arsye të nëse thonë do një muslimane, unë e du të sens, nuk e folë diçka të pavërtet, sepse fune e fundit se ki bërë që me i do shtonë muslimant. Por gjithashtu nuk e ka sen, nuk është sen kundrështim, apo të ketë që me atohen, me dashurinë e përgjithshme, dikan me dasht me shpirt. Shumë normal është ajo punë.
Edhe i madhi Allah, azza wa jall, dashurin ndaj krijesave tina, gjithsesi ndaj muslimanëve, e ka shkallë. Për pejgamberin alayhi salatu wassalam e ka shkallën më të lartë, e që është el-khullatu. Për atë arsye pejgamberi është Khalil i Allahut. Shpreha Khalil apo khulle është shkalla më e lartë e dashurisë që arrin dikush ndaj dikujt. Është shkalla më e lartë. Pra, Allahu i madhruar e ka marrë pejgamberin për dasht vetën, për mik vetën. Nuk e dim. Në gjuhën shqipe si mja gjithë një shprehje adekuate, por shpresë që vës gabojmë bile, në shprehje mës ngarkohum. Allahu, qëllimi është krejt, ja sajna, se e dën pejgamberin alayhi salatu wassalam më shumë se sa krejt krijesat e tij në tokë të Zotit që ka. Për atë arsye pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka dëshmuar këtë, apo na ka informuar për këtë shkallë të lartë tina që ka arrit të dashur, apo ndaj dashurisë, apo krah dashurisë të madhe të Allah. Ka thënë alayhi salatu wassalam, inna Allah ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahima khalila. Allahu më ka marrë mua për dost, për mik vetën, qyshe pa të marrë më herët Ibrahimin alayhi salam. Ndër me të reguat nënën tjetër se Allahu veç dy dosta dyme që ka marrë dhe ka bërë për krejt krijesave tina. Por kjo nuk do thëtë se nuk e dënë Musën e Isën, Ademin alayhis salam, e mu dhe ty dhe musliman të tjerë. Por Ibrahimi dhe pejgamberi jon janë të veçantë i madhi Allah te bareke ve taala. Për atë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këtë shkallë tash të lartë të dashurisë që e ka pas ndaj të madhit Allah dhe Allahu ndaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nuk ka guxu pejgamberi as kujt mja afrua për pas Allahut. Për kundër neve tjerëve, ne kem të drejtë me pas Khalil njëri tjetrin. Ndërsa pejgamberi as këndiu vetëm Allahun. Allahu ka zgjedhë këtë dhe atë është fjala e Ibrahimin, por Ibrahimi pra nuk mund të bëj Khalil kërkon për të pas të madhet Allah, por dhe pejgamberi tashmë kërkon për pas të madhet Allah. Raportet veçanta të miqësisë, që as meriton me pas dikush tjetër. Për atë arsye pejgamberi ka thonë, walau kuntu muttakhidhan min ahli al-ardi khalilan lattakhadhtu Aba Bakrin khalila. Me pasjen që e marrë dikon, e bëj dikon prej banorëve të tokës, Khalil, mik të fort, më të fort se sa Jaran dhe Shakirën dëmt, e kësha bë Abu Bakrin. Por ja që walakin sahibukum Khalilur Rahman, por ja që miku juaj, shoku ju ka fjale për vetën e vetë, unë jem Khalilur Rahman, Khalili Allahut, mik i Allahut, pra nuk mund të marrë dikon tjetër. Pra mbetet e Abu Bekri shok edhe mik, por s'mund të marrë në atë shkallë të lartë. Zemra më ndan Abu Bekrin, më shumë se krejt dy janë, por me gjithate me Allahun e kam të veçantë. Si dhe që tjetë, kjo është për qëllim me të regu, për pejgamberin alayhi salatu wassalam, se sa është i ngritur, i dashur, i të madhit Allah azza wa jall. Pas e thët Imam Tahawi rahmetullahi alayhi, وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوان. Dhe çdo pretendim pas pejgamberit alayhi salatu wassalam, pretendim se është profet, është e palegjikshme, e pakapshme, e pavërtet, spinuj. Le tha më herët atje, se pejgamberi alayhi salatu wassalam në gjeratën e kaluar, është Rasulullah, është Khatemun Nebijin, është vull e pejgamber. Përderisa është vull e pejgamberve, krejt njerëzit të cilët pretendojnë pas ti profetësi pejgamberlok, ata janë rënca gënjeshtar. Mirë po, a mund të thuhet, po mirë nëse filan personi kush dhe qoftaj,
sjell mrekulli të ndryshme, me të cilat mundohet me dëshmue pretendimin e vetë se është pejgamber, përderisa ne kemi thënë më herët se kusht prej kushteve me qenë pejgamber është me pas mrekulli. Ne themi kjo është e pa mundur, ti po pretendon diçka që është e pa mundshme, sepse përderisa i madhi Allah e ka bërë pejgamberin vull të pejgamberëve fund dhe ka mbyllur halkën e zinxhirit gjatë pejgamberëve me të, në mënyrë absolute është e pamundur Allahu me i sjell dikuj mrekulli të jashtëzakonshme, të cilat do të dëshmonin apo do të vërtetonin se është ai pejgamber. Asnjëherë. Por çdo thojza mrekulli e pretenduar ndonjë ranacako mas pejgamberit alayhi salatu wassalam nuk ka të bëj as pak me mrekulli qiellore, por ka të bëj me intrigat shejtanit të mallkuar, i cili mundohet nëpërmjet tyre me i bind njerëzit, sepse shejtanit i konvenon me i bind njerëzit se kjo është pejgamber, në mënyrë që njerëzit të devijojnë sa më shumë. Zatën pejgamberi vetë ka thonë alayhi salatu wassalam se nuk do të bëhet kiameti përderisa do të vi pas meje 30 njerëz që pretendojnë se janë pejgamber, kedhabun pretendojnë që janë pejgamber. Edhe ata dalin, hajte. E Zoti veç kohën e tina kanë dalë 2 a 3. E lemu mas tina edhe sa dhe kësaj dite. Dalin pejgamber, të cilët mundohen me sjell njerëzve dhe mrekulli, dhe do dalin ende dhe më tej. Por çka do që sjellin ata, ai është vetëm prej shejtanit të mallkuar dhe asnjëherë Allahu nuk ka më sjell se diçka është me kërku, çka është e pamundur. Pra, ka marrë fund çështja e profetësisë dhe kjo është parim i parimeve të Islamit. Thot me tej, rahmetullahi alayhi mumtahawihu, wa huwa al-mab'uthu ila 'amati al-jinni wa kafati al-wara bil-haqqi wal-hadi wa bin-nuri wad-diya. Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam është i dërguar të gjinët edhe të krejt njerëzit. Bil-haqqi wal-huda, i dërguar me haq edhe me udhëzim, o nur dhe me dritë, o dhja dhe me dritë madhe. Pejgamberi alayhi salatu wassalam i dërguar pejgamber edhe tek gjinët. Ka thonë Allahu azza wa jall, kanë thonë gjinët, ja qaumana ajibu da'i Allah. Kur gjinët ndëgjuan prej pejgamberit alayhi salatu wassalam Kur'an. Zotën Allahu ka zbritë edhe suratul Jinn, kaptinën e gjinëve, që cek dhe fletën të se si gjinët kanë dëgjuar Kur'an prej pejgamberit, gjithsesi pejgamberi është takuar me ta, i ka ftuar në Islam, e kanë pranuar Islamin, edhe në shku të populli vetë, po i thrasin popullin e tyre në dinin Allahut azza wa jall. Pra, pejgamberi i dërguar edhe tek gjinët, edhe ka thënë Allahu azza wa jall, ja ma'shar al-jinn wal-ins alam ya'tikum rusulun minkum, o ju njerëz dhe gjin, as ju ka ardhur juve pejgamber për juve, është fjala për njerëzve, rusulun min qabl, për juve pejgamber, për njerëzve, jo për gjinëve. Se kanë diskutu, ka për ulemave të cilët kanë thonë se ka dhe për gjinëve pejgamber, por jo, pejgamberet janë vetëm për njerëzve, që kanë thonë shumica absolute ulemave, s'ka mundësi për gjinëve. Për gjinëve janë misionarë, njerë që atër hekin vrejtjen, urdhërojnë për të mirë, ndalojnë nga e keqja, burrat mirë tyne, që prind atyne, gjinëve që bëhen musliman, pa i thrasin edhe jo musliman gjin, njani tjetërit se na që i thrasin që fartë në din të Allahot, azza wa jall.
Allahu ka dërgu pejgamberin alayhi salam pejgamber edhe tek xhenet, por ka dërgu edhe pejgamber të tjerë. Për shembull kanë thënë xhenët, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Ne kemi ndëgjuar një libër I cili është zbritur pas Musait. Ka fjalën kemi dëgjuar Kur'anin që ka zbritur pas Tevratit që zbriti Musaut. Kjo jep me kuptu se edhe Musa ka qenë pejgamber I Zotit tek xhennet. E a kanë qenë çdo pejgamber I Zotit pejgamber edhe tek xhennet. Apo disa prej tyre si Musa dhe pejgamberi jon, Allahu Ta'ala A'lam. Si do që tjetë Musa, po, këta vetë për pretendojnë, po dhe pejgamberi jon gjithsesi po, pejgamber edhe tek xhennet. Këna anën tjetër, ne kemi ndëgjue Kur'an, që kemi ndëgjue që ka zbrit një libër, që kemi ndëgjue që ka zbrit Musaut, jep me kuptu diçka tjetër tërthërazi. Është shumë e kapshme për logjikën tonë, se këta gjend njëjtit kanë qenë kot Musaut edhe kot pejgamberit. Jep me kuptu se ata jetojnë shumë. Zotën, edhe kështu thuhet, anëpse ne pak dim për gjend jetojnë shumë gjatë. Pra mund jetojnë me 1000 vjet ata. Mund jetojnë shumë gjatë, pra ka mundësi që ata gjend që kanë qenë kohën e Musaut, një pjesë e tyne, kanë jetu edhe në kohën e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Si do që tjetë, ajo që ka është më rëndësi për neve, është se pejgamberi jon alayhi salatu wassalam është I dërguar pejgamber edhe tek xhennet. Ndërsa tek njerëzit e punë nuk dyshohet fare. Dhe jo vetëm tek njerëzit e fjala për musliman, por tek krejt njerëzit e dunjas. Dhe për këtë ka shumë ajete kuranore. Ka thënë Allahu azza wa jall, "Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nadhira." Dhe ne nuk kemi dërguar ty ndryshe vetëm se të krejt njerëzit, bashiran wa nadhiran, me I përgëzu njerëzit, ata që bojnë punë të mirë, me thënë lëme ti lume, të lumë që kime prit, kime ka I lumë të në qatë pret, me se vape, me takfi zoti këtë mire, po të njëjtën kohë edhe me I qortu njerëzit, me aftërik vrejtje njerëzve edhe me përgëzu njerëzit. Kjo është misioni pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe ka thënë Allahu për pejgamberit, thuaj qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaykum jamia, o ju njerëz, nuk po thotë ju musliman, por o ju njerëz, unë jam I dërguari I Allahut tek ju jamian, krejt tek ju deri në kiamet. Dhe ka thënë Allahu, wa uhiya ilayya hadha al-Qur'an li unzirakum bihi wa man balag. Dhe më është shpallur mua ky Kur'an të atërheki vrejtin juve në Mekë një herë me dëshkërtinë të Mekës, wa man balag, dhe atyne që ju arrinë në kry qoftë edhe mas 5000 viteve, është I njëjti Kur'an, njëjta dispozita, e njëjta kërkesë prej njerëzve. Mjaftë rjegë vrejtje njerëzve, më largun nga besimet e kota, por në anën tjetër edhe me përgëzua njerëzit që njësojnë të madhin Allah, azza wa jall, edhe besojnë Allahun hak dhe punojnë punë të mira. Dhe ajete tjera të shumta të cilat flasin në mënyrë të prerë se pejgamberi alayhi salatu wassalam është I dërguar I të madhit Allah të mbar njerëzimi. Pastaj edhe hadithet shumta prej tyre, hadithe shumë I njohur I pejgamberit alayhi salatu wassalam, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun min al-anbiya'i qabli. Allahu mi ka dhanë mua, apo I jam dhanë unë, mi janë dhanë Allahu ja ka dhanë, pas cilësi që kanë dhanë asnjë pejgamberit më hershëm. Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka gjëra që është I veçuar prej pejgamberëve tyne. Prej tyne po thot, nusirtu birru'bi mesiret e sheher, jam nga dhënyer dhe triumfuar një muj dit larg para se me shku të armi, ka është Zoti frikën e në barka tyne atje, dhe me është bëtu ka muë gjami dhe pastërti, fe ejuma rëgjulli min ummeti e drekethu salatu fel ju salli, dhe çdo njeri që nxan koha e namazit ku dën tokë të Allahut, le të fal namaz.
o fjala mos të pret më shku në xhami, e me ik namazi, që shka qenë për para të popujt e mëhershëm, ku nuk është pranu namazi me falë në tokë të Zotit, o do vetëm faltore, vetëm në për xhamia, e neve specifike veçantë kut në zënë namazin tokë të Allahut, fale namazin. Vëgjohilet li el ardu mesjiden, më është botoka xhami, o tahura edhe pastërti, ka fjallën pastërti dheu. Nëse s'ki uj tash prap, mos prit dhe gjesh uje me tik namazi, por mërët dheun dhe mërët të imum edhe fale namazin. Pastaj dhe më janë lejuar mua plaçka të luftës, për dere sa kanë qenë për të tjerët më herët të ndaluara, dhe më është dhënë mua shefati, është fjala shefati madhë në ditën e kiametit për mbar njerëzimin, dhe fundit që është më rëndësi këto, dhe më herët pejgamberi është dërguar tek një popull, ndërsa unë jam dërguar të gjithë popujt krejt njerëzit në përgjithësi la ilaha illallah. I dërguar të krejt njerëzit e dënjas, edhe të krishterët, edhe tek evrejët. Për atë arsye ka thënë alayhi salatu wassalam, nuk ndodh me ndëgjuar për mua dikush prej këtij ummeti deri në kiamet, jehudijun au nasranijun, tjetë jehudi, tjetë krishter, thumme la yu'minu bi illa dakhala an-nar, e pastaj nuk më beson mu, e që nuk ka me fut Allahu në xhenem. Nuk ka njeri i cili ndëgjon për pejgamberin alayhi salam, e pastaj nuk e beson atë, nuk ndodh e që nuk do të futet në xhenem me emrin e të madhët Allah azza wa jall. Andaj, ne si musliman e kem shtyll prej shtyllave të islamit, baza, fundament prej fundamenteve të dinit Allahut, ta besojmë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i mbar njerëzimit deri në kiamet. E besojnë, asë besojnë, a pajtojnë të tjerë, as pajtojnë, ne nuk na pengon në imanin, në akiden, besimin ton, mundohemi me i bindë njerëzit për të mirën e tyne, ai që bindet përfiton vetë, pa e që zbindet humbë fundjes vetë, e xhenemi pret Allahu na ruajt. Bil haqqi wal huda wal nuri wal dhiya, pra e ka dërgu pejgamberin alayhi salatu wassalam tek njerëzit edhe tek xhinnet, pejgamberin Allahu azza wa jall me nuri dhe me dritë natyrisht. Nuri dhe dritë dhe me udhëzim dhe me hidajet, me inzir mbar njerëzimin nga errësira në dritë, me au definuar mënyrën e shëndosh, me au të jetës së tyre, me au dhënë njerëzve një katalog, nëpërmjet të cilit kanë me gjetë kodin e lumturisë në këtë dynja dhe në botën tjetër. Me jetu që shka hije njeriut me kuptimin e plot fjalës njeri, me misionin e vetë, me rolin e vetë që ka në këtë dynja, me jetu me te, me atë rol, me atë shkallë, me atë gratë lartë që ta ka njeriut, këtë botë, po dhe në botën tjetër, me shijut mirat të madhe të Allah, krejt këtë e gjenë në misionin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, lëmja i lumë që e beson pejgamberin, e të lëmë të atë lëmë që kemë besuar, alhamdulillah, që Allahu na ka udhëzuar, Allahu na boft me dash pejgamberin alayhi salam, dhe me pasu pejgamberin alayhi salam, dhe me bashkua me të në ditën e gjykimit. Allahumma amin, walhamdulillahi rabbil alamin, wallahu ta'ala alam. Realizoi studio produksioni Krenaria në Prishtinë.